jo këtë, apo duan ta fusin Belindën me Iqor Sokak ose një konflikt brendshëm me Edi Ramën. A ka ekzistuar ky konflikt më përpara? E bën Rama këtë punë? Në këtë sens kam qef se ti flet shumë mirë kur jemi në kafe, tani më thumë unë s'flas. Zoti Berisha, prandaj jam çik i mërzitur me ty, po nuk jam fare i mërzitur, thjesht dua të ngacmoj. Pas kritik nuk është. Thjesht dua ta ngacmoj që t'japi atë në sensin. Ja, të bëjmë parashtrimet se besoj do japi zoti Berisha. Jo, po unë thjesht më thënë ka një etapë edhe në analizë. Bëhet një se çfarë kanë thënë për të kuptuar dhe njerëzit mbi temën dhe më pas por kam interes për të dëgjuar mendimin tënd. Po jo, Mario, nuk ka lidhje tani se është o Marsi. Më thënë unë kam thënë qëndrimin tim që para 2 vitesh ku kam thënë mirë raportimet. Kur flet Peçi. Ai po thonë do të them mendimin që kam para 2 vitesh. Unë të them një të gjë, thua, unë po them vetëm diçka. Individ të cilët ju delegohet kaq shumë pushtet, kanë fund të hidhur politikisht. Dhe kur e kam thënë para 2 vitesh, e kam thënë për të vetëm në arsye që individët cilët pranë zotit Rama kanë pasur pushtet politik dhe kanë bërë si kanë dashur dhe kanë vepruar në mënyrë që janë dirë të plot fuqishëm, e kanë pasur një fund jo të lumtur politik. Kështu ka vepruar Sajmir Tahiri, kështu veproi zoti Ahmetaj, kështu ka vepruar dhe zonja Balluku. Por ajo se çfarë unë bëra lidhej me parashtrimin që qytetarët dinë se çka ka ndodhur. Po dhe kanë pas fat më të keq politik. Si? Deleguarit për pushtet në PD kanë pas fat më të keq se sa këta. Mendimin tim. Unë mendoj që ngjarjet politike me që analizova çfarë po ndodhte brenda Partisë Socialiste. Po. Jo, ti tani e përgjithësove në politik. Në politik brenda Partisë Socialiste si ngjarje po them. Pra mënyrën se si ka vepruar ndodh në të gjitha kohët. E ka deleguar dhe nano pushtetin, por nuk ka çuar njëri pas sekurave. Po ta shikosh në pikpamje tjetër se nuk thua që edhe PS-ja zbaton drejtsinë. Pra është pro drejtësi sepse i lëshon funksionarët e lartë. Jo, ata kapen Marsi, nuk është se Rama nuk do donte askënd në optikën time ta lëshonte. Rama i donte aty sa më shumë mëkatar. Po nuk mund të iknim Rama, nuk mund premtoj Europën pa kap mëkatarët. Rama në optikën time, unë nuk mendoj që Rama ka 12-16 vjetë që thotë, por Rama gjithmonë thotë, shko, unë kam kuptuar një gjë, Rama atë çfarë thotë se mbana njërë fjallën. Pra Rama dhe po tha do t'ju çoj në Europë, nuk është në dorën e Ramës në çoj në Europë. Në kontekstin... është. Unë kam parë këto 12 vite si kam parë, po i bëri për këto 4 vite... Nuk është për thelbi, nëse se Europa është proces tjetër e malë, nuk është në dorë të Ramës. Europa është një proces me i gjerë se i Rama. Rama të ishte në pozitat tjera, interesa që i kishe Europa për Shqipërinë, jo 4 vite, po 24 vite dhe nuk e arrin të dot. Në momentin kur Europa ka interesa me Shqipërinë, i qëllon Ramës tjetë në këtë skakjer, i kërkon që zbatoj disa nga grup kapituj që është më kryesori, a është drejtësia? Po. A i dha drejtësia Ramës mundësin që të fliste si minimalisht, ta konsideron të vete si barabartë mes barabartëve atje ku shkon. Që gjanë në vëndin tonë ka drejtësi, po bëhet kjo qoftë edhe për argument. Ishte një apje kapitullit, po. Ishtë më rëndësishme, s'ka tjerat janë kohët. Pastaj jo energjia gjelbër, jo bujqësia e këto tjerat. Tani ka ngel shumë pak grup kapitull, mos e një apo 2 grup kapitull për të mbyllur. Dhe po të shikosh Europa po nxejton. Tani në këtë lloj kërkesa që ka Europa për Shqipërinë, Rama sakrifikoi hajdutët në thonjzat pa vendinformës shprehje, prezumurat pa fashëm deri tani, për çuar shqiptarët drejt Europës, dhe këtë pse do ta quajtë që se ka mbajtur fjalën ose s'ka bërë mirë. Fjala vjen. Kjo është çështja që ne nuk e dim do të çojë Rama apo jo, e para. Ne nuk e dim këtë. Se ne s'mund ta marrim që do të çojë Rama në Europë. Po bën, janë hapa këto që si nuk mund të na shkalojmë sikur s'ka ndodhur. O Anri, janë hapa, por nuk është përfundimtare. Dhe ne po analizojmë sot. Përfundimtare do pasaportën, po nuk mund të flasim në këtë kontekst Po në këtë kontekst flasim. Nuk ke pasaportë europiane direkte ti, unë po flas kontekstet si ka ecur. Në kontekstet si ka ecur, Rama ka pasur pranë vetes vetëm njerëz mëkatar.
Rama nuk është se ka pasur njerëz shtetformues pranë vetes. Dhe Rama nuk është se i shiti. Ramës ja ka kapur një drejtësi e cila Rama deri në një pikë nuk e kontrollon dot vet. Kështu që në këtë pjesë nuk është se Rama po i shet. Ramës ka rënë brenda rrethit vicioz që ka krijuar po vetë Rama. Domethënë, në këtë thelb nuk mund të t'i atribuohet Ramës asgjë që lidhet me drejtsinë, sepse në fund ditës SPAK-u apo reforma drejtësie është votuar nga 140 deputet. Me votu 140 deputet, se kjo është pastaj të ngatrojmë mesazhin. 140 deputet, po pa vullnetin e Ramës nuk bëj. Po dhe pa vullnetin e këtyre nuk bëj. Jo, bëj. Si do bëj? Bëj, se gjen. Po si do bëj? Po e gjente më. Po nuk e gjen. Po e gjente pra. Ne flasim mbi fakte, ne nuk flasim me gjen. Unë flas fakti. Duhen 140 vota për SPAK-un. 140 ka qenë reforma në drejtësi. Si 140 pas një mangut më. Ore 140 kanë votuar, do 2/3. Anë 140. Po 2/3 i gjente Rama, po nuk i gjeti dot, i bëri me Partinë Demokratike dhe me LSI. Tani ky është fakt, ne tani nuk mund ta mençojmë mbi faktin. Po pra i gjente po them. Por kur ti gjeti gjejmë, unë po analizojmë mbi fakt. I gjente 2/3. Pavarësisht se u detyruan një pjesë. Kush u detyrua ishin me mesazhe. Po një sekond më buri tani ti thua, unë po them fakti është ky. Jo, nuk është ai, po them, do analizoj tjetër gjë. Ore 140 është tjetër që votuan si Çeçu, por nuk kalon me 140 ajo. 140 votuan në ata sepse ja kërkuan. Reforma në drejtësi kalote me 2/3. Dyshimet kushtetuese, Erman, bëhen me shumicën parlamentare, nisë me shumicën parlamentare, duhet një shumicë, jo vetëm parlamentare, po dhe shumicë e cilësuar dhe nga deputet tjerë të opozitës. Ata që nuk ishin dakord u detyruan, Erman, që se do ta dish. Ama ata që po prit ma një sekund të lutem sa ta mbaroj, që ta thjeshtësojmë dhe për opinionin publik dhe t'ja kujtojmë. Atyre që u dërgua mesazh, nuk ishin 65 deputet e tjerë. Nuk ishin të gjithë, po mund të ishin 15, nuk ka rëndësi. Kështu që reforma në drejtësi... Ore atyre ju imponua vullneti juaj, si Ramës edhe të tjerëve. Po, më pa tjetër. Qa ju imponua, t'ishte për ata s'do donin kur. Ju imponua. Nuk e besoj. Po, tani nuk e besoj, se kjo është paragjykim pastaj, është spekulim. Se ti thua... Po pse spekulim? Po nga di që se donin. Ku i ke fakte që se donin? Sepse në optikën time, këta lloj modelësh politikanësh kanë dashur që mos kenë drejtsinë në përkam, sepse kanë dashur të bëjnë çfarë duan këta. Dhe këta nuk e kanë pretenduar. Ky nuk e fakte. Kush është fakt? Ky është ndjesi që ti ke se këta kanë vjedhur. Meta kur e votoi, doni që ta arrestoj? Për çfarë të arrestohet? Meta e kishte mbyll 21 janarin, vetëm atë hall kishte në atë kohë. Donte, po them nuk donte. 20 janarin, atë vitën e 700 që t'i japeshin proces.